Përshëndetje miq të faqes, dua t'ju tregoj tani versionin deluxe ngjyrë cappuccino në materialin lëkur, të cilin ne kemi edhe në materialin copë në gjendje. Për gjithë ju që keni merakun e verës, e kemi në dy opsione. Shikoni pak se sa mirë është e formuar si kosh, me një copë të bardhë e cila hiqet për t'u larë dhe me një dyshek plus jastik të hollë për bebin. Tani kemi koshin Passeggino, i cili mendoj është më i rëndësishmi i karrocës, sepse përdoret, ky është kosh shoqëri më gjatë, deri në 3 vjeç. Kthehet edhe nga brenda kështu me fytyrë nga nëna si këtu, por edhe me fytyrë nga jashtë, siç do ja tregoj tani. Tani po ju tregoj çantën, te çanta e sendeve të bebit, kemi të vendosur gotën që mban biberonin, një rjet për insekte dhe mushamaja e shiut. Çanta pajiset me përshtatse për të varë në karrocë plus të ripat e shpinës. Tani po bëj kthimin nga ana nga rruga e karrocës. Gjithashtu, kjo karrocë pajiset edhe me mbulesat dimërore për secilin nga koshat e vet. Është një karrocë super praktike me goma të ndaja. Këtu kemi edhe Soggiolinon që përdoret deri në 13 kg. Kushton 600.000 lekë dhe dërgesa është falas